problematik në atë raport, me siguri që ka me rivlerësu edhe pozicionin. Jo edhe shumë tjerë këni thonë që zoti Kurti është ka një farë diktaturë mrena partisë. A i vetë edhe diktaturë krejtje në shërbim të liderit suprem. Ma shumë kjo flet për raportin edhe ngatësin e lidhjes demokratike në Fushë Kosovë për me kriju koalicion të së djatës, sepse në aspektin ideologjik, ma natyrshme do të ishte që kandidati i LDK-s të ofronte mundësit partneritetin me aliancën atje. Nuk e ka bo, në momentin cilin ata e kanë konsideru të pranueshëm, kanë hyrë në një raport me lëvizjen vetëvendosje, kandidatin për lëvizjen vetëvendosje, se nuk e dina deri në fund ku shkon. Zotja Bazi, po du më nalë te tema tjetër kryesore, që është njëra pikë ma që vazhdojnë sot enda e polemik, citoni, një deklarat e juja, minjerën pas përfundimit të zgjedhjeve, lidhen me deklaratin e ikonës superdives muzikës Zbavice në Kosova Adelina Ismailit, ku keni aludu dikun media në Shqipëni që ka marrë pare nga zoti Kurti. Ashtë e vërtet, së është përndas si lajmë. Si dele e thot tash është epoka zotit Kurti, e kemi pa një reagim t'ju si një citum të randë. Cëla është e vërtet e kësoj deklarati? Jo, ka qenë përmbranda diskutimit për zgjedhjet lokale dhe formës se si është bo fushata. Dëmon, në aspektin e nxjerrjes së titullit ka qenë shumë e po me ai formulimi i këthym përmbës, në kuptimin e ides që unë kom thonë që Kurti ka hynë lloqin ballkanik të bërjes fushate dhe të arritjes tek elektorati, duke pagu, nuk kom thonë që Adelina Ismaili ka marrë paret, po Albin Kurti i ka dhënë paret. Është ndryshe krejt kjo punë. Kujna i ka dhënë pare? Adelina Ismailit, ka grant për Ministrisë Kulturës. Ka grant? Ka marrë grant për Ministrisë Kulturës. Nga e rolla sigur? Po. Si është problem është deklarata Adelinës, si është epoka Albin Kurtit? Po natyrisht, nuk mund të konsiderohet ndryshe, do të thotë jemi në një ide që e koncept që Kurti është bo ma lloç se sa që në konë politikan tjertë. Kurti bo ma lloç se sa që në konë politikan tjertë? Absolutisht. Domthonë ka përdor gjitha fondet, për shembull, mundemi me folë për Ministrinë e Bujqësisë, korrupsionin masiv që ekziston aty me Pecin, i cili realisht... Zoti Peci ka saru të tëna, dere me tani nuk ka, këtu e në gjithjesin bezin cilësi në aludime, zoti Abasi. Jo, nuk janë cilësi me aludime, nuk janë absolutisht. Nuk është arrestu, nuk ka ndalum, nuk ka kurgjes, i ka shu vetë... Lasim edhe për arrestimin. I ka shu vetë letran përgëri. Po folim të zoti Kurti, është shumë... Nuk ka dhon pare, a dhon se cili grand në shkëmbim të zotit Kurti më përkrajt zotit Kurti. Këtu janë dy gjona ndryshme, veç ta diskutojmë pak që të punën nuk ka arrestu. Këtu nuk ka sistem drejtësisë që funksionon. As ka Ministri drejtësisë, as nuk ka sistem drejtësisë. Dhe vendosja ju ka zonë Helend që pëthojnë i kini marrë 53 milion euro të autostradë, zotja Bazi. Ajo është në pjesë të procesit gjyqësor. Pse mësme qenë kjo aludim edhe për zotin Peci? Edhe për ajo relasi? Aludim, nuk ka më jenë fakte këtu. Dëmonë nëse vlau i Fitore Pacollit i ka marrë 100.000 euro, daja i Fitore Pacollit i ka marrë 100.000 euro, zotnia që e ka merët me... Fitore ato unë i ka mu të gjithat, me fakte, me argumente. Jo, që ka muhan ato janë dokumentat ministrisë, apo kupton, ka është korrupcion, nëse njerëz të vetëvendosjes kanë punësu tafër në familjarë në për institucione prej agjencionit sigurimit të poshtë. Ka ble zoti Kurti figura publike, zoti Abazi? Absolutisht ka ble. Adelina Ismaili ka grant nga Ministria e Kulturës, edhe sikur të mos dilte në hapësirën publike, politike, të bënd të ftesë, do e bëj ushtrinë me Albin Kurtin, është epoka Albin Kurtit, me qenë fushat kudo, nështë edhe do të konsideroj që normale Ministria Kulturës e ka bo një grant aty. Ama nuk mundet kështu, do thot, Hajrullah Qeku, që ka qenë Ministri i Kulturës, del kandidat për Prishtinë, edhe i përdor gjithë ata cilve ju ka dhonë grante për fushat elektorale. Kuptoni, dëmonë, jep organizatës ti, jo qeveritare, ma ndryshe i jep me 100.000 euro. Motrës të Abrashit në Prishtinë i jep me 100.000 euro prej Ministrisë Kulturës. Çka është kjo? Kjo është blerje e votës, nuk është gjatë tjetër. Po, nëse po më pyetni në cilin kontekst është thënë kjo, është thënë në kontekstin e 25 milionëve për studentat. Është bën në kontekstin e favoreve politike për votime, që janë format e lloçit ballkanik. Kurti nuk ka dol standardi i një lideri edhe një koncepti politik cilin e ka premtu, është kthy në lloç ballkanik, në blerje të votës, që ashtu kontrabandim, sikur me
Adelina Graincën, jo emri Adelinës, prapë më keq kuptohet, nuk është ideja e Adelina